TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta dhe jam shumë e kënaqur që ju keni zgjedhur të kaloni këto momente në shoqërinë e programit ton. Ashtu si në programin e kaluar, me mua sot në studio është zoti Orges Hysenaj, themelues dhe drejtuesi i organizatës Teen Challenge Albania. Faleminderit që je sërish me ne zoti Hysenaj. Në programin e kaluar ne folëm për punën që Teen Challenge Albania dhe ju personalisht jeni duke bërë për të ndihmuar personat që kanë varësi nga substancat, por edhe familjet e tyre. Gjithashtu folëm për sfidat më të mëdha në punën tuaj dhe për ndryshimin e tyre që nga koha e fillimit të organizatës. Doja t'ju pyesja se çfarë ndryshimesh keni parë ju në komunitet në krahasim me vitet e para. Ashtu siç theksuam në emisionin e kaluar, një nga gjërat që ne jemi hasur ka qenë ishte mosbesimi, por sot kemi parë dhe jemi duke parë pak më shumë besim. Jemi duke parë pak më shumë shpresë. Jemi duke parë më shumë individ që referohen edhe drejtohen për tek institucioni jon. Dhe gjithashtu kemi vënë edhe po kuptojmë duke qenë më aktiv edhe në fushën e parandalimit, jo vetëm në fushën e shkëputjes së varësisë, po edhe parandalimit për të rënë tek varësia në shkollat të ndryshme në Shqipëri dhe me shërbimin social. Kemi parë që sot po kuptohet që varësia nuk është një dështim moral i shoqërisë sonë, po është një plag e cila ka nevojë për një prekje shëruese. Dhe kjo bëhet e mundur përmes referimit, pra përmes ndalimit dhe të kërkuarit të ndihmës. Një nga gjërat që ne në kulturën tonë si shqiptar nuk e kemi shumë aktive, është të kërkojmë ndihmë. Pra, ose kjo vjen për shkak të një paragjykimi se çfarë do të thonë të tjerët, ose mund të vijë për shkak të një krenarie që unë gjërat e mia i zgjidh vetë brenda familjes time. Por në fakt, çështjen e varësisë ne nuk mund ta zgjidhim dot vetëm. Pra ne kemi nevojë për ndihmë dhe këtë ne e kemi parë tashmë që në komunitet, pra po flas në të gjithë Shqipërinë, nga Konispoli në Vermosh, ne kemi parë individ të cilët na referohen, familjarë që na referohen, dhe sillin familjarin dhe më të dashurin e zemrës së tyre, sepse tashmë ata kanë kuptuar që nuk mund të zgjidhet kjo çështje duke i mbajtur fshehur, por duke referuar dhe duke trokitur dhe duke kërkuar ndihmë. Pra, gjëja më e rëndësishme, gjëja e parë është që personi vetë të pranojë apo familja të pranojë që kanë nevojë për ndihmë. Ndërgjegjësimi për këtë pra. Absolutisht. Dhe gjëja e parë që ne pyesim është a do individi të ndryshojë apo doni vetëm ju si familjar që individi të ndryshojë? Sepse janë dy gjëra të ndryshme. Ne të gjithë si familjar duam që të gjithë njerëzit të mund të jenë mirë dhe të mos kenë asnjë lloj problemi varësie. Po a do individi? Pra, në momentin kur edhe individi dëshiron që të ndryshojë, aty jemi më afër suksesit, më afër fitores, më afër ndryshimit. Nëse jo, ne ndoshta do të flasim edhe pak më vonë, kemi nevojë të shohim disa hapa për të ndërmarrë. Dhe shumë e vërtetë është një thënie që thot nuk mund ta ndihmosh dikë që nuk dëshiron të ndihmohet. Dhe besoj në këtë rast është shumë reale. Kemi parë raste të tilla, të cilat edhe ne vetë kemi rënë në këtë kurth të tillë nga dashuria, sepse duam të ndihmojmë të gjithë, por kemi kuptuar që në fakt ne nuk mund të ndihmojmë dot të gjithë. Dhe sidomos atë që ju thatë pak më parë, ata që nuk duan të ndihmohen, në fakt është absurditet, nuk ke mundësi të ndihmosh. Doja të bëja një pyetje tjetër që është pak më konkrete dhe doja të jepnit sa më shumë informacion të mundeni në lidhje me këtë pikë. Si është strukturuar programi i rehabilitimit që ju ofroni? Sepse ndoshta dëgjojmë jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, nga gjitha gjërat që shohim në internet, shohim raste kur nuk funksionon. Domethënë, sado që kanë një strukturë të caktuar, përsëri nuk është se sjell ndonjë rezultat. Ndërkohë që ju keni parë raste të mahnitshme suksesi. Programi Teen Challenge, ndryshe nga çdo lloj programi tjetër në botë, po flasim për një program që sot është mbi 60 vjet i vjetër, edhe është në rreth 1400 qendra rehabilitimi në të gjithë botën, është pothuajse i njëjtë, gjithandej po ndryshon gjuha dhe kultura e vendit se ku zbatohet, dhe patjetër edhe individët që e drejtojnë atë. Programi është totalisht i strukturuar, pra një individ që hyn programin ton nuk e vret mendjen se çfarë do të bëj pastaj. Pra, për të hequr edhe pak stigmën e atyre që na dëgjojnë, programi jon nuk i ngjan një burgu, nuk i ngjan një spitali psikiatrik,
apo të shëndetit mendor. Nuk i ngjan një vend i dënimi, por në fakt i ngjan një familje, i ngjan me shumësi mund të ngjajë një ushtrie, mund të ngjajë një kishe, e mund të ngjajë ndoshta edhe një kampi veror apo dimëror, shënsi ka, por është një vend shumë aktiv. Pra një individ që hyn në programin ton për 12 muaj, ai është i strukturuar nga mëngjesi në orën 6:30 deri në 10:30 të darkës. Ai e di se çfarë duhet të bëjë në një orar të caktuar, edhe duhet të jetë në vendin e caktuar, duke filluar nga pjesa akademike. Individët në programin ton arrin të lexojnë deri në 50 libra brenda një viti, që është një numër i madh, i konsiderueshëm, dhe nuk jemi duke folur për njerëz që vinë nga bankat e universiteteve, por jemi duke folur për individë të cilët realisht mund kenë 10, 15 apo 20 vjet që janë shkëputur nga libri. Dhe të vim nga zero në rreth 50 libra pa përfshirë Biblën të lexuar brenda një viti është një transformim i madh për mendjen. Pra diçka aty ka mbetur, jo diçka po shumë çka. Edhe ky është ajo që ne e quajmë në gjuhën tonë në Teen Challenge, ndryshim dramatik. Pra individ që kanë qenë me vrap duke shkuar drejt ferrit, ata ndalojnë edhe kthehen dhe i kanë hapur krahët e tyre drejt qiellit, pra drejt një jete të transformuar dhe me të vërtet lirë. Programi është i strukturuar, programi përmban për brenda disiplinë, pra në programin ton nuk ka jo, por të mendosh domethënë që burrat që vinë në programin ton jo ne kanë pasur të parën. Pra ata kanë qenë për shkak të personalitetit, karakterit, problemeve të adiksionit, ata kanë qenë gjithmonë urthyes, edhe kanë zgjedhur gjithmonë rrugët e tyre. Por kjo është arsyeja pse stafi jon jo vetëm që është i kualifikuar, po i nështrohet gjithmonë trajnimeve të ndryshme për t'u updateuar me risit dhe me ndryshimet dhe me sfidat me cilat ne përballemi, për të qenë të suksesshëm dhe për të qenë një ndihmë e jashtëzakonshme në një kohë të tillë në Shqipëri. Si është mënyra se si ju i përzgjidhni rastet që i përfshini pastaj në këtë program? Domethënë ka një rrugë të caktuar që ndiqni? Individët, ashtu siç komunikuam ndoshta edhe në emisionin e kaluar, na kontaktojnë aktualisht në disa burime. E para janë familjarët jetëja e të cilëve ka ndryshuar, dhe ata janë bërë pjesë tashmë dhe e kishave lokale në qytetet nga ata kanë ardhur. Gjithashtu ata janë prindrit deri diku janë mund të themi ambasadorët më të mirë. Pse? Sepse ata kanë parë ndryshimin dhe ata flasin për këtë gjë. Ata nuk e mohojnë më që kjo gjë ndodhi atje dhe ndodhi për këtë arsye. E para janë prindrit, e dyta janë marrëdhëniet që ne kemi me sistemin shëndetësor në Shqipëri. Pra, spitalet, mjekët të ndryshëm, kryesisht toksikolog, na referohen dhe referojnë raste për tek ne. Pra ata bëjnë punë paraprake. Ne shkojmë gjithashtu në për spitale, ne shkojmë në rrugë të ndryshme në Tiranë dhe në Shqipëri, ne i kontaktojmë këta individ rregullisht, pra çdo javë ne kemi skuadra që dalin në rrugët e Tiranës dhe kontaktojnë me këta individ. Gjithashtu kisha ka filluar dhe referon nga qytete të ndryshme, domethënë kisha është bërë proaktive edhe janë të bekuar që jemi pjesë e njëri tjetrit. Gjithashtu ne shohim që individët vet kanë filluar të na kontaktojnë në rrjetet sociale, në Instagram apo në Facebook, duke na pyetur a mund të ndryshoj, a mund të vi dhe unë të bëjmë pjesë e këtij programi, a mund të ndryshoj jeta ime aty. Kjo është arsyeja pse ne her pas here edhe në rrjetet sociale ne hedhim histori ndryshimi apo ndajmë mesazhe shprese, sepse ne duam që të mbjellim shpresë edhe tek ata individ që ndoshta kurrë s'kan dëgjuar, por që duke ndar lajmin e mirë të ndryshimit, edhe të tjerët mund të bëjnë pjesë e këtij programi dhe ta përjetojnë vetë ndryshimin në jetën e tyre. Hapi parë, mbasi ne kontaktohemi apo i kontaktojmë këta individ, ne ju lëm mundësinë e një interviste. Ne kemi një shtëpi kafe në Tiranë, edhe shtëpia e kafes në Tiranë është një vend që patjetër që ka brenda kafe, ka lutje dhe ka shpresë. Edhe në këtë intervistë, ku ata vinë bashkë me familjen e tyre, ne i kontaktojmë, ne shohim nivelin e tyre të motivimit, ne shohim dëshirën e tyre, ne i prezantojmë ata me programin ton, dhe gjithashtu, bashkë me ne, në skuadër, janë dhe disa raste suksesi. Pra, individ të cilët e kanë përfunduar programin, flasin drejt për së drejti me këta individ. Pra, ku ka më mirë, se sa ti jesh përballë një individi i cili e ka kryer tashmë programin dhe ka një jetë plotësisht të re. Individ që ndikur ndoshta mund të kenë qenë jo vetëm në rrugë, por realisht pjesë të bandave dhe sot janë duke shërbyer diku, janë duke punuar diku.
Pra fillon në këtë lloj mënyre. Në fakt, shumë nga dëgjueset tona na kanë bërë që kanë bashkëshortë të alkolizuar, e bëjnë shumë shpesh këtë pyetje, sepse në fakt, edhe pse janë besimtar, pra shkojnë në kish, përsëri një pjesë e mirë e tyre, sidomos ata që jetojnë në zonat rurale, kanë probleme me alkoolin. Dhe ato gjithmonë bëjnë pyetjen çfarë mund të bëj unë, pra janë gjithmonë në një udhkryq. Dhe unë jam shumë e kënaqur që përmes programeve tona ato mund të marrin një lloj drejtimi, por nuk e di nëse mund të ndani diçka me to, qoftë edhe si inkurajim, po qoftë edhe për drejtim. Me që se flasim për zonjat apo motrat që janë në kishën lokale, por jo vetëm, unë do t'i drejtohesh dhe do i thosha motrat e mia, ju lutem mos e pranoni më dhunën. Ju nuk jeni të detyruara të qëndroni në dhunë. Edhe juve jeni të lira, edhe patjetër që ju e doni bashortin, ju e doni familjen, por ju lutem e para një referoheni. Mos e mbyllni gojen, edhe mos ndaloni se kërkuari ndihmë. Referoheni tek pastori i kishës, referoheni tek psikologu, referoheni në organet kompetente, ligjzbatuese. Ka raste domethënë që patjetër nëse duam që të ndryshojmë, ndryshimi nuk ndodh me fjalë të ëmbla. Ka raste që dashuria duhet të jetë e fortë dhe duhet të jetë e atij lloji që individit mund të kuptojë që nuk ka të drejtë të shkatërrojë familjen dhe të dhunojë gruan apo fëmijët. Kështu që ne kemi parë raste kur bashortja apo motra në shtëpi ka referuar rastin në polici, kanë marrë urdhër mbrojtje, ndoshta individi ka shkuar dhe në burg për shkak të dhunës që ka shkaktuar në familje, dhe në marrëveshje që ne kemi me drejtorinë e burgjeve në Shqipëri, kemi pasur dhe me shërbimin e provës, ne kemi pasur raste që gjykata u ka dhënë alternativë për mos ta zbatuar, për mos ta bërë, po themi, pjesën e dënimit në burg, dhe i ka dhënë alternativë që të mund ta kryej këtë proces në qendrën Teen Challenge Albania. Kjo nuk ka qenë lehtë, sepse është një proces i vështirë, individi nuk ka ardhur me shumë dëshirë, por ne kemi parë raste të individëve që kanë ardhur në pendes dhe me dëshirë dhe kanë kuptuar se çfarë dëmi kanë bërë në familje. Dhe ata kanë ndryshuar me të vërtetë. Por ky është një proces i dhimbshëm, por kjo do të ishte e para. E para njëherë zonjat, motrat, duhet kujdesen për veten e tyre dhe mos të pranojnë në asnjë lloj mënyre dhunën. Absolutisht, dhuna është e papranueshme dhe ato nuk janë aty për të përjetuar çdo lloj mendimi të bashortit vetë që nuk është më në gjendje të mendojë. Kështu që e para është të mos ta pranojnë këtë situatë, të kërkojnë ndihmë dhe ta referojnë si rast. Patjetër, nëse individi më pas i kushtëzuar në mënyrë të fortë do të kërkojnë ndihmë, sepse në një moment kur ata janë esëll nuk duan që familja e tyre të shkatërrohet, atëherë me shumë mundësi që ata mund të referohen edhe mund të vinë dhe të bëhen pjesë të programit tonë. Po kjo kërkon një kohë. E para është qëndresa dhe mos pranimi i fatit në thonjza që ky fat më ra. Jo, absolutisht. Secili meriton të trajtohet me dinjitet. Në rastin më të mirë, zonjat, motrat në familje. Fakt, ju falenderoj veçanërisht për këtë mesazh, sepse është vërtet shumë i nevojshëm për gjithë ato që na ndjekin. Pas përfundimit të programit, vazhdoni të mbani lidhje me personat që dalin nga programi, pra kanë përsëri një lloj ndihme të paktën emocionale apo mbështetëse nga ana juaj pas mbarimit të programit, apo mbetet aty? Janë me, do ta thosha në gjuhë popullore, janë me fat individët të cilët jetojnë në Tiranë kryesisht, të cilët mbas përfundimit të programit kanë mundësi të takohen më shpesh me ne. Patjetër ne kemi në gjuhën psikologjike, ne kemi 2 grupe suporti çdo javë në mbasdite në Tiranë, ku individët të cilët kanë përfunduar programin mund të jenë pjesë të tyre. Në gjuhën e kishës këto mund të quhen grupe shtëpie, të cilët është një vend ku ne ndajmë histori, ndajmë dëshmi, ndajmë jetën tonë me njëri tjetrin. Pra, këta individ në këto grupe shtëpiash ose këto grupe suporti janë vëllezërit tanë, janë motrat tona. Por kemi edhe një lajm të mirë. Në fakt, jo larg në kohë, por në këtë pashk ne kemi filluar një kishë të re në qytetin e Tiranës, e cila quhet Kisha Besim, Shpresë, Dashuri. Dhe në këtë kishë është e përbërë nga individë të cilët dikur kanë qenë të varur, por sot janë vëllezërit e motrat tona, të cilët vijnë bashkë me familjet e tyre.
edhe është një komunitet që është duke u rritur, dhe është një komunitet që jep zë ndryshimit, shpresës dhe jetës në ta, në familjet e tyre. Kështu që patjetër ne nuk i humbasim lidhjet, ne nuk i mbajmë lidhjet me forcë, me zor, por individët të cilët e kanë përjetuar ndryshimin, ata nuk rinë më pa na kontaktuar. Dhe jo vetëm ata, po edhe prindrit e tyre që janë sot në kishat lokale në qytetet nga ata vinë, janë bërë pjesë aktive e kishës. Dhe ata thonë, një nga shprehjet e një prej prindërve të një ish studentin programin tonë, thonë, pse nuk erdhi Jezusi më parë në jetën tonë? Sepse jeta jonë sot ka ndryshuar. Edhe ata janë 70 ca vjeç, dhe të mund t'i shikosh, ata janë jo thjesht pjesë aktive e kishës, po janë gjysmore përpara në takimin e kishës se sa të tjerët, sepse janë aq të gëzuar sa ata duan të shërbejnë. Është shumë allëngjyese. Pyetja tjetër që doja të bëja lidhet me rastet kur dikush i rikthehet varësisë. A keni pasur raste të tilla dhe si ju ndihmon besimi të mos dorëzoheni, edhe kur situata duken të pashpresa? Në këto 5 vitet e fundit me qendrën e rehabilitimit që ka hapur Teen Challenge, me qendrën Strea, ne kemi pasur të paktën 200 familje të cilat kanë kaluar, kanë hyrë dhe kanë dalë përmes programit tonë. Edhe këto 200 familje kanë marrë mesazhin e shpresës, kanë parë vendin e ndryshimit, kanë parë që është e mundur të ndryshosh, dhe me shkak se jo të gjitha kanë ndryshuar. Pse? Sepse ne jemi individ me zgjedhje të lirë. Ne zgjedhim dhe ne marrim atë që ne zgjedhim. Pra, nëse dikush lejon që procesi i ndryshimit të shkojë deri në fund në jetën e vet, do t'i marrë frytet ai dhe familja e tij. Prandaj programi nuk është i lehtë, është i vështirë, sepse procesi transformues nuk është një proces ilaçesh. Edhe pse ilaçet janë të mirëpritura nëse ato vijnë me një recetë dhe përshkrim nga mjeku për sëmundje ndryshme siç është mërçia, stomaku apo enët e gjakut. Por është një proces shpirtëror dhe kërkon përkushtim, dhe kërkon kohë, dhe kërkon gatishmëri nga gjithë familja, jo vetëm nga individi. Prandaj si proces është i vështirë. Ne kemi pasur disa raste fatale për hir të vërtetës, individ të cilët në programin ton me qira fjala duhet ta dëgjojnë dëgjuesit, po jo të trëmben, nuk lejohet duhani. Pra, në programin ton nuk lë vetëm drogën apo alkoolin, po lë dhe duhanin. Po të dhënë një lajm të mirë, në programin ton ka kafe. Kështu që kemi lajm të mirë. Kafen spontan. Kafën nuk e, domethënë ka 2 kafe çdo ditë. Kështu që por kemi pas një rast, edhe ky zotëria quhej Altin. Ai kishte jetuar për 10 vitet e fundit të jetës së tij në Londër dhe ishte i varur totalisht nga alkooli, nuk ishte më shumë se 32 vjeç. Dhe kur erdhi në programin ton nga një kunat i tij, i cili ishte falte 5 vakte për shkak se ishte musliman në tradit, ai erdhi në programin ton edhe kunati vet na tha, unë besoj në atë që ju bëni. Dhe kjo ishte shumë motivuese ta dëgjoja nga dikush i një religioni tjetër. Po çfarë ndodhi me këtë individ është që ai qëndroi vetëm 3 muaj në programin ton. Edhe u largua jo për shkak të kushteve, jo për shkak të dashurisë. Aty dashuria është është pa mas. Dhe ai filloi të dashurohej me Biblën. Ai filloi të dashurohej me fjalën e Perëndimit. Ai vinte nga një qytet verior i Shqipërisë, edhe me traditë muslimane, por ai i ran dashuri me Jezusin. Por çfarë ndodhi është që ai nuk haroi dashurinë për duhanin. Dhe në fakt dashuria për duhanin e largoi atë në programin, sepse unë tha dua të pi duhan. Një vit më pas, ne kuptuam, duke qenë në raport edhe në marrëdhënie me familjarët e tij, që ai u rikthye në mënyrë të rëndë sërish alkoolit, sepse nuk lejoi transformimin në jetën e tij. Ne ftuam disa herë ta takonin, por ai kishte turp, ai kishte atë ndjenjën e zhgënjimit, nuk donte që të takojë sërish me ne, edhe u fsheh. Derisa një ditë në rrjetet sociale unë kuptova që pash një nekrologji me emrin e tij, ishte ndarë nga jeta, në moshën 32 vjeçare. Edhe kjo ishte shumë e trisht. Ishte aq e trisht sa që nuk mund ta besoja dot, derisa bashkë me një nga kolegët e mi ne shkuam në varrimin e tij. Ai ishte djali vetëm në familjen e tij, kishte vetëm një motër. Nënat e motra kur na pan, vrapuan drejt nesh, duke qarë, duke na përqafuar. Dhe unë kuptova që ishte i larguar vetëm kur preka kofinin e tij. Edhe për mua ishte shumë e trisht. Unë di që një ditë do ta takoj sërish, sepse ai realisht i besoi Jezusit, por ishte trisht. Ishte trisht edhe sot që flas, domethënë kam shumë mall që ta përqafoj Altinin, por e di që kjo është zgjedhja e tij.
Në fakt është histori të tilla janë shumë të dhimbshme, edhe lën një shenjë brenda nesh. Por asnjëherë, pavarësisht këtyre historive, asnjëherë nuk mund të largohet shpresa apo të mendosh kur vjen një rast që edhe ky mund të shkojë në humbje. Duke ardhur në fund të programit ton, doja të pyesja nëse mund të jepni një mesazh për të gjithë ata njerëz që ndjen të humbur, të pa shpresë dhe për familjet e tyre, për të përmbledhur edhe për të mbyllur të gjitha ato që diskutuam në programin e kaluar dhe në programin e sotëm. Ju falenderoj shumë për mundësinë që patëm sot për të komunikuar me ju dhe nëpërmjet jush me çdo dëgjues të këtij kanali të veçantë radiofonik. Do doja ta përmbledhja me ishim përpara pak kohësh me skuadrën ton ku përfshihen si vullnetar dhe ish studentët tanë, ish përfitues në programin ton. Njëri prej tyre, në fakt duke ndarë disa materiale informuese, edhe mbasi përfundoi si aktivitet në rrugët e Tiranës, ai tha këtë gjë: sa do doja, tha, që një informacion të tillë ta kishte marrë nëna ime më shpejt. Edhe unë besoj fort me gjithë zemrën time që duke ndarë mesazhe të tilla, mesazhe jete, mesazhe shprese nëpërmjet këtij kanali, uroj që të kemi shkuar tek familjet e duhura. Uroj të kemi shkuar tek ato zemra që po presin për një mesazh dhe për një mundësi ndryshimi. Të gjithë do t'ju thoja në familjet shqiptare, kushdo që na dëgjon, mos lejoni ose mos bëni kompromis edhe me duhanin, edhe me vejpin, dhe me një dalje shumë të vonë, dhe me qëndrim shumë të gjatë vonë në telefonat celular. Pse? Sepse ato të gjitha janë kanale ku fëmia juaj, fëmia jon, mund të infektohet dhe është më mirë ta parandalojmë se sa ta kurojmë. Kurimi shpeshherë është jashtëzakonisht i vështirë, është i kushtueshëm për familjen sepse do të përjetojë trauma dhe drama të thella dhe ne asnjëherë nuk e dim se si do të përfundojë jeta e njërit apo tjetrit, edhe pse ne jemi të përkushtuar për jetën. Mesazhi që un kam për të gjithë është që për gjithë ata që sot janë ende të varur, është ta kontakto. Ne jemi këtu sepse Perëndia të do ty, ne jemi këtu sepse të duam ty, edhe duam të shohim që ti je si një nga ne. Edhe ti je një njeri me integritet, një njeri me vlera, një njeri që me shumë mundësi do të jesh i suksesshëm në shumë fusha, dhe ne mezi po presim ta shohim këtë gjë. Kështu që merr hapi, na kontakto, e ti do të shohësh ndryshimin për një kohë jo shumë të gjatë. Zoti ju bekoft. Zoti Hysena, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në këto dy programe dhe ju falenderoj shumë për mesazhet që ndat me ne realisht dhe sigurisht që pres me pa durim që të kemi sërish programe të tjera në të ardhmen që do të jenë një ndihmë shumë e madhe për ata që na dëgjojnë. Mikesha të dashura, këtu kemi mbritur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme. Unë doja t'ju kujtoja që nëse keni pyetje në lidhje me temën për cilat Zoti Hysena i foli, mund të kontaktoni Teen Challenge Albania në Facebook ose në Instagram. Gjithashtu mund të na shkruani dhe të drejtoheni në adresat e programit ton, që janë përmes një letre në TWR-Albania, kutija postare 130 Tiranë, me email në twralbania@gmail.com ose në faqet tona në Facebook dhe në Instagram Shpresë për ty. Miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.